Kujdes kur flet për diçka që ai nuk e ka. Friksoju Zotit, sepse ndodh që ai njeri ta bëjë një lutje kundër teje, e të shkatron Allahu. Përmendet për njërin prej shokëve të profetit alayhis salam, Saad ibn Abi Waqqas, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Ishte guvernatori i Kufës. Njerëzit e Kufës njihen si njerëz që pranë historisë si njerëz që donin të ndryshonin guvernatorët. Dhe bëjnë kërkesë që Omeri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, ta ndryshonte Saadin. Omeri e kishte traditë që dërgonte njerëz dhe interesohej për guvernatorët. Si ishin ata pra, namazi i tyre, takvallaku i tyre, sjellja e tyre me njerëzit, drejtësia që mbanin. Edhe interesohen për Saadin, fjalët më të mira, në xhamia xhamatlit, fjalët më të mira, derisa shkojnë në një vend dhe ngrihet dikush. E flet për Saadin. Pra, akuza nga më të rëndat, nuk mban drejtësie, nuk është pra, si thon, i guximshëm pra që të prinë betejë e më radh. Pra disa akuza që nuk ekzistonin tek Saadi. E kur i dëgjon Saadi pra këtë akuzë, atëherë lutet kundër këtij njeriu. Që nëse ky është ngrit pra të flas kundër Saadit, për të njohur e për të mburrur, atëherë thot lutet që Zoti t'ia zgjaste jetën. T'i jepte fukarallëk, t'ia merrte shikimin dhe të sprovohej. Subhanallah. Tregojnë se e kanë parë këtë njeri, pra të katra këto gjëra që është lutur Saadi kundër tij, të katërta i kanë parë tek ky njeri. Prandaj njeriu duhet që të ketë kujdes, sepse lutja e personit që i bëhet pa drejtësi është e pranuar, nuk refuzohet. Prandaj vllai im, motra ime, kujdes, mos bëj pa drejtësi ndaj dikujt, qoftë edhe me fjalë. Elusim Allahun e lartësuar që ta përmirësoj gjendjen tonë. Amin.